Po blen apartament me kontratë paraprake? Kjo video është për ty. Kujdes, mos e firmos kontratën nëse vëren një nga këto klauzola të rrezikshme. Pra, kontratë porosie, blerje me këste, clearing apo marrëveshje me zhvilluesin. Jo çdo kontratë të mbron. Ai di se disa mund dhe të dëmtojnë. E para, klauzola pezulluese. Për shembull, kontrata lidhet me një marrëveshje tjetër e cila nuk është përmbushur. Pra, detyrimi ka ngelur akoma pezull. 2. Kushte apo detyrime të parealizueshme. Për shembull, detyrimi i plot të shlyhet brenda një periudhe shumë të shkurtër, ose parashikohen detyrime që nuk varen nga ty. 3. Pagesa të fshehura. Kosto shtesë që dalin vetëm në momentin e lidhjes së kontratës përfundimtare, si taksa, penalitete, ndryshime projekti. 4. Ndryshimi i njëanshëm i kontratës. Nëse ky parashikohet për ndërtuesin, ai mund të ndryshojë kushtet, sipërfaqet, projektin dhe çdo gjë që të jetë e mundur pa miratimin tuaj. Pra e vërteta është që edhe regjistruar në hipotekë, një kontratë e keqe të dëmton, nuk të mbron. Mos firmos pa e kuptuar çfarë po nënshkruan dhe pa u konsultuar paraprakisht me një avokat. Nëse doni më shumë këshilla mbi pronat, mund të ndiqni faqen Këshillime pronash të Real Estate Premium. A mendon se qytetarët firmosin kontrata pa e kuptuar se çfarë po bëjnë apo çfarë nënshkruajnë vërtet? Komento.